Tu jemi te banka e gjakut, një nga repartet më rëndësishëm. Kape çik. Kape pak atje. Se janë të hedhë që si është të hanë mintu të ky spital. Kjo është banka e gjakut. Shikoj çik tani i grasit që i keni këtu. E kuptoni? Si është situata këtu? Hajde pak nga afër. I që thot atje? Qendra rajonale. Se jemi qendra rajonale ne, nuk jemi kështu. Smurët me talasemi edhe një thirrje gjithë se smurët me talasemi janë më të shumt në Lushnjë. Tani ministria detyron të gjitha smurët me talasemi për turpin e vet që të kenë, që çdo 3 ose 6 muaj të shkojnë në Tiranë se duhen 3 firma për të marrë ilaçet. Ata që kanë mezi ecin. Kanë ata që janë gjendje të rënda, duhet paraqitet ai komisión për 3 firma mjekësh që të marrin ilaçet. E kupton ku kemi arritur? Leqit gjak nuk ka. Leqit gjak e gjejmë me pikatore. Detyrohemi të vim gjithë me të marrë familjar ku ka miqë shok, kur ka raste krizë. Por kjo është një qendra, shikoj si ka vajt bari aty. Lart të radh, shikoj si. Atë hanë minë tu. Kjo është situata. Bankës gjakut. Dakor?